Për ta mbrojtur krimin që përshkruhet në aktakuzën e prokurorisë speciale, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Roseta Hajdari rezervat shtetërore i vetë klasifikonte si sekret shtetëror, për të cilat Kence zguxonte të nxjerrte detaje. Jemi sipas udhëzimeve të AKI për të mbrojtur dhe ruajtur sekretin shtetëror. Unë pres që organet e hetimit të kenë në vëmendje që krahas punës hetimore të mos cënojnë në asnjë rrethon sigurinë shtetërore. Për sa kohë që bëhet fjalë për rezervën shtetërore të Republikës sonë e klasifikuar sipas ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Deklaratat që vet i dha, i demantoi po ashtu vet përmes institucionit që drejton. Ministria që udhëhiqet nga Roseta Hajdari, më 30 tetor të 2025-s, shpalli tender për blerjen e 6650 ton grur për nevojat e rezervave shtetërore. Për to, planifikoi të shpenzojë 2 milion euro. Dhe jo në formë sekrete, se që Ministria Hajdari proklamonte se do duhej të bëhej, por krejtësisht në procedurë të hapur. Por, edhe kësaj radhe, procesi u kontaminua dhe u shfaqen dyshime serioze për manipulim. Po si u zhvillua ngjarja? Për ta fituar kontratën për furnizim me grur, në garë u futën 9 kompani. Më e lira ishte Alfa Glob SHPK, e cila ofertoi me çmimin 1.615.000 euro. Pra, gati 400.000 euro më pak se vlera e parashikuar. Nuk kaluan as 2 muaj dhe më 29 dhjetor, Ministria përjashtoi të 9 operatorët ekonomik. Tha se asnjë prej tyre si plotësoi kriteret. Njëra nga kërkesat e ministrisë ishte që sasia për 6650 ton grur të dorëzohet brenda 15 ditësh. Për kompanitë, ky afat ishte jo logjik, i parealizueshëm dhe dëshmi se procesi po shkon drejt manipulimit. Thanë se duhet të paktën 45 ditë e 266 kamion për ta dorëzuar mallin. Nga përgjigjja e vitit të kaluar nga autoriteti kontraktues se dëshiron të përfundoj brenda vitit pagesën, por edhe për mbylljen e kontratës, shtrohet pyetja se ku ishte autoriteti kontraktues gjatë tërë vitit, apo është më e favorshme të thuhet se nuk po ka kompani vendore të cilat po aplikojnë për furnizim, ku në fakt pikërisht autoriteti kontraktues përmes kushteve të publikuara pamundson aplikimin e operatorëve ekonomik vendor. Thuhet në emailin që njëra nga kompanitë pjesëmarrëse ia dorëzoi ministrisë e të cilin e siguroi Vox Kosova. Një rikujtim këtu. Në skandalin e rezervave shtetërore të vitit 2022 po ndodhte e njëjta gjë. Ministria e Roseta Hajdarit kishte injoruar ofertat e operatorëve ekonomik vendor duke u dhënë kontratën kompanive polake e turke të afërta me sekserët e vetëvendosjes. Të gjendur përballë kësaj situate, e cila duket si një déjà vu e asaj të 2022-s, 2 kompani u drejtuan në gjykatën e tenderëve, në organin shqyrtues të prokurimit. Aty merret vesh se tenderi për rezervat shtetërore të vitit që shkoi do të duhej të shpallej në maj, por për arsye krejt të panjohura e befasisht, kjo nuk ndodhi dhe publikimi u bë tek në fund të tetorit, nga ku më pas rezultuan kriteret ekstreme të urgjencës se malli do të duhej të bartej brenda 2 javësh. Veç imagjinojeni se çka ndodh tutje. Kompania Eurover SHPK më 23 dhjetor nga komisioni brenda ministrisë rekomandohet për kontratë për rezervat shtetërore të grurit, por i kërkohet të dorëzojë vërtetime nga gjykata dhe administrata tatimore. Një ditë më vonë, dëshmitë e kërkuara, kompania në fjalë dërgon në ministri. Por çuditërisht eliminohet. I thuhet se data e lëshimit të atyre dokumenteve që ishte 8 dhjetor 2025 ishte shkaktari, sepse sipas shefit të prokurimit në Mint, ato do të duhej të ishin të nxjerra para hapjes së tenderit, ndonse një kërkesë e tillë në dosje nuk ekzistonte, sepse aty afati kohor precizohet me shprehjen jo më e vjetër se 90 ditë prej datës së njoftimit për kontratë. Në të njëjtat rrethana, kjo kompani nga i njëjti dikaster kishte fituar tender në vitin 2021. Por tash u eliminua. Aktualisht i gjithë procesi u ngri derisa organi shqyrtues i prokurimit të marrë një vendim. Kosova mbeti sërish pa rezerva shtetërore të grurit. Një strategji e njëjtë, sikurse kjo, kur ishin injoruar operatorët ekonomik vendor, ishte përdorur edhe në vitin 2022 kur ishin blerë nga kompani turke e polake rezerva shtetërore, një pjesë të cilave s'kishin arritur kurrë në Kosovë. Përfundimi dihet, aktakuzë nga prokuroria speciale. Krejt kjo bëhi në emër të urgjencës dhe arsyetimit se kompanitë në Kosovë nuk janë të denja, gjë që aktakuza e prokurorisë e konfirmoi që s'ishte e vërtetë. Por sekreti u shpall publik, urgjenca u zvarrit e ligji u përjashtua. Skema është e njëjtë.
ndryshojnë vetëm akterët.